Të dashur dëgjues, në këtë video do të flasim për shenjat fillestare dalluese të topallëve. Njerëzit që qalojnë dhe që kanë pasur probleme me këmbët kanë ekzistuar që në fillimet e njerëzimit. Që në kohët parahistorike, dhjetra mijëra vite më parë, janë gjetur skelete me kocka të dëmtuara dhe të deformuara. Disa prej tyre tregojnë se njerëzit kanë jetuar gjatë edhe pse qalonin. Në kohët e lashta, ndodhnin dëmtime dhe fraktura nga gjuetia dhe aksidentet, sëmundje të kockave, probleme që nga lindja, të cilat ndodhin dhe sot, dhe infeksione që preknin këmbët. Në kohët e lashta, në Egjipt, Greqi dhe Rom, ka piktura dhe shkrime që tregojnë njerëz që përdorin shkopinj për të ecur. Këta njerëz trajtoheshin ndryshe, por prap ishin pjesë e shoqërisë. Pra, si përfundim mund të themi se topallët nuk janë diçka e re. Ata kanë ekzistuar gjithmonë në historinë e njerëzimit. Arsyeja mund të jetë lindja dhe problemet e zhvillimit, dëmtimet dhe sëmundjet. Sot, fal mjekësisë moderne, shumë nga këto probleme parandalohen dhe trajtohen plotësisht. Në kohët parahistorike, nuk ishte mjekësi si sot. Njerëzit përdornin shkopinj për t'u mbështetur. Familja shpesh kujdesej për të plagosurit. Janë gjetur skelete që tregojnë se disa persona jetonin gjatë edhe me dëmtime. Kjo tregon se ata nuk braktiseshin gjithmonë, por ndihmoheshin. Në qytetërimet e lashta, si në Egjipt, Greqi dhe Rom, përdornin paterica dhe bastun për të ecur. Mjekët e hershëm përpiqeshin të vendosnin kockat në vend me një formë primitive të ortopedisë. Ata përdornin fasha dhe mbështetëse. Kishte edhe ilaçe natyrale, si për shembull bimë dhe vajra. Në mesjet, shumë njerëz me probleme fizike mbështeteshin nga familja, ose jetonin me ndihmë nga kisha. Disa të tjerë, për fat të keq, trajtoheshin dhe paragjykoheshin. Sot, mjekësia moderne siguron trajtim shumë më të avancuar, si fizioterapi, aparat ortopedik, operacione kur është e nevojshme dhe proteza moderne. Shumë fëmijë dhe të rritur sot shërohen dhe jetojnë normalisht. Pra, si përfundim mund të themi se në të kaluarën ndihma ishte e kufizuar, por ekzistonte. Dhe sot, shumica e problemeve trajtohen me sukses. Është shumë e rëndësishme të dihet që problemet me ecjen dhe zhvillimin e këmbëve zakonisht nuk vijnë nga një shkak i vetëm, por nga disa faktorë, siç janë zhvillimi i kockave, muskujve dhe nervave gjatë shtatzanisë dhe pas lindjes. Një grua shtatzan mund të bëjë shumë gjëra për të ulur rrezikun dhe për të ndihmuar zhvillimin e shëndetshëm të bebit. Një rol të rëndësishëm luan ushqimi i shëndetshëm, marrja e kalciumit, i cili ndodhet në qumësht, kos dhe djathë dhe ndihmon për kocka të forta. Marrja e vitaminës D, e cila realizohet me anë të rrezeve të diellit dhe ekziston në ushqime shumë të pasura. Kjo ndihmon për zhvillimin e skeletit. Marrja e acidit folik, i cili ekziston tek spinaqi, brokoli dhe fasulet, dhe ndihmon në zhvillimin e sistemit nervor. Gjithashtu, marrja e proteinave të mjaftueshme për muskujt e bebit, të cilat ndodhen tek lëngu i mishit. Shmangja e rreziqeve realizohet duke mos marrë alkol dhe duhan, duke mos marrë ilaçe pa këshillën e mjekut
dhe duke shmangur ushqimet e ndonjura dhe të papërpunuara mirë. Ekografit ndihmojnë të zbulohet herët çdo problem me kockat. Ecja e lehtë dhe ushtrimet e rekomanduara nga mjeku ndihmojnë në qarkullimin e gjakut. Disa faktorë të tjerë të rëndësishëm janë: infeksionet gjatë shtatzanisë mund të ndikojnë në zhvillim. Disa probleme janë gjenetike dhe nuk varen nga nëna, dhe pozicioni i bebit në barkë ndonjëherë mund të ndikojë në këmbë, si për shembull displazia e hijeve. Lind pyetja: cilat janë shenjat që duhen vrentur pas lindjes për të kuptuar nëse bebi mund të ketë probleme me këmbët dhe ecjen? Këmbët nuk hapen njësoj. Një këmbë duket më e shkurtër se tjetra. Palosjet e lëkurës në kofsh nuk janë simetrike. Dëgjohet një klik kur lëvizet këmba. Këto mund të lidhen me probleme të zhvillimit, siç është displazia e hijeve. Disa shenja gjatë rritjes së fëmijës 6 deri në 12 muaj janë: nuk përpiqet të qëndrojë në këmbë, zvaritet vetëm nga njëra anë dhe ka dobësi në një këmbë. Disa shenja dalluese kur fillon fëmia të eci janë: ecën duke çaluar, ecën vetëm në majë të gishtave, bie shpesh pa arsye dhe një këmbë nuk përdoret si duhet. Kur vihet re ndonjë nga këto shenja, shkohet menjëherë te mjeku. Shumë nga këto probleme shërohen plotësisht nëse zbulohen herët, me ushtrime, mbajtëse speciale dhe trajtim mjekësor. Në disa raste, ato janë gjenetike dhe trashëgohen, por kjo ndodh vetëm nëse ekziston një problem i caktuar në familje. Shumë raste ndodhin rastësisht gjatë zhvillimit të bebit në barkë. Disa nga këto raste lidhen me pozicionin e bebit në mitër, mungesën ushqimore, probleme gjatë lindjes dhe zhvillimin e disa sëmundjeve të rralla. Problemet e displazjes së hijeve ndodhin në një numër shumë të vogël bebesh. Shumica dërmuese e bebeve lindin plotësisht të shëndetshëm. Nuk ka rregull që çdo brez duhet të ketë një rast të tillë. Nuk është diçka e paracaktuar apo fat, por me kujdes gjatë shtatzanisë dhe kontrolle, rreziku ulet shumë. Lind pyetja: kur një problem quhet gjenetik? Një problem quhet gjenetik kur shfaqet në disa anëtarë të familjes, për shembull te gjyshi, prindrit dhe fëmia. Ka një model të përsëritur në breza, dhe kjo lidhet me genet që kalojnë nga prindrit tek fëmijët. Gjithashtu, disa sëmundje të rralla të kockave dhe muskujve janë që trashëgohen. Mjekët në të tilla raste pyesin për historinë familjare, bëjnë kontrolle dhe analiza. Në raste të veçanta bëhen dhe teste gjenetike. Jo çdo problem është gjenetik. Shumë probleme mund të zbulohen dhe të trajtohen herët. Një nga trajtimet më të zakonshme sot për fëmijët që çalojnë, pra që kanë probleme me këmbët dhe ecjen, është fizioterapia, e cila përmban ushtrime të veçanta për forcimin e muskujve, përmirësimin e ekuilibrit dhe jep rezultate shumë të mira nëse fillohet herët. Një rol të rëndësishëm në këto raste luajnë edhe pajisjet ortopedike. Këto pajisje ndihmojnë në pozicionin e këmbëve dhe janë mbajtëse, këpucë speciale dhe përdoren për problemet e hijeve tek bebet. Gipsi ose allçia. Kjo përdoret për të drejtuar këmbët, për të mbajtur kockat në pozicion të saktë dhe është shumë efektive për disa deformime, për shembull te këmbët e shtrëmbëruara që në lindje. Operacionet përdoren në raste serioze,
Ato korrigjojnë deformime të kockave dhe probleme të lindura. Protezat përdoren në raste të ralla, kur mungon një pjesë e këmbës, dhe kjo e ndihmon fëmijën të eci normalisht. Pra, si përfundim mund të themi se shumica e rasteve në kohën e sotme trajtohen shumë mirë. Sa më herët të zbulohet problemi, aq më i lehtë është trajtimi i tij. Shumë fëmijë pas trajtimit ecin normalisht. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.